o vëllezërit e mi, së mundit një shkaku i zinas, o ju robër të Allahut, tërmetet një shkaku i zinas, o ju robër të Allahut, hidhërimi Allahut është shkaku i moralitetit dhe i zinas, o ju robër të Allahut, këshilloni fëmijët e juaj ta kenë frikën Zotin xhallahu ala, të ruhen prej moralitetit. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Ya ummet Muhammad, la aghiru min Allah, min an yazni 'abdu aw tazni amatu." O ummeti Muhammedit, s'ka më xhelos se Allahu që ta sheh robin dhe robëreshën e tij duke bërë zinë dhe immoralitet. Cila nana, cila grua, cila motër e dëshiron, kush prej jush e dëshiron për motrën e tij, kush prej jush e dëshiron për nënën e tij, kush prej jush e dëshiron për hallën dhe tezën e tij. Po filania dhe alania është motra e dikujt, nëna e dikujt, bia e dikujt, gruaja e dikujt. Andaj o ju robër të Allahut, të kemi frikë Allahun xhallahu ala, dhe ata të cilët i kemi në pushtetin tan për prej fëmijëve dhe të afërmve dhe dashamirëve tonë ti ndalim, se vallahi hoxha sot e thot, pasha Allahun e madh ka për me ardë dënimi i Zotit xhallahu ala, dhe atë ditë në mëngjesin dhe në mbrëmjen e asaj dite s'ka kush që t'i shmange dënimit Allahu xhallahu ala. Po e thash këto ju vëllezër, se filloi vera, filloi që të shfaqet lakurizia. Allahu na ruaj ya rabbel alamin.